Përshëndetje, mirë se erdhët në kanalin tim. Pas një vëzhgimi në Bregdetet shqiptare, vendosa që të bëj një video duke shpjeguar se si mund të krijojmë një make-up natyral gjatë verës, pushimeve, në periudhën e ditës vetëm me 5 produkte. Hapi i parë është hidratimi dhe mbrojtja e fytyrës nga dielli. Mendoj që ky foundation, për të cilin fola edhe në videon e kaluar, është perfekti për këtë periudhë, pasi përveç se hidraton, ka SPF 20. Gjithashtu është edhe foundation që mund të mbulojmë disa nga imperfeksionet tona në fytyrë. Normalisht që nuk ka një mbulim ekstrem, por mendoj që për periudhën e ditës dhe në plazh ose në piscina gjatë pushimeve tona nuk kemi nevojë për një mbulim ekstrem. Aplikojmë një herë këtë. Këtë lloj foundationi që nuk ka një mbulim shumë të madh, mund ta përhapni edhe me dorë, por mua më duket shumë jo higjienike, kështu që do përdor furçën. Dhe ja ku mbuluam imperfeksionet, hidratuam fytyrën, mbrojtëm fytyrën nga dielli, gjithashtu barazuam tonet e fytyrës, pasi e dim që fytyra nuk ka ngjyrë të njëtrajtshme dhe gjithashtu ndryshon nga ngjyra e trupit kur nxjihet. Nuk është të thënë që të përdorni patjetër këtë foundation, por si koncept mendoj që ky është ideali. Pra që të ketë të gjitha në një. Hapi i dytë është mbulimi i rrethave të zi poshtë syve. Gjithashtu në këtë hap mund të mbulojmë edhe aknet e vogla, që foundationi jon mbase nuk i ka mbuluar, pasi nuk ka një mbulim shumë të madh, por edhe shenjat që mund të kemi, mund t'i mbulojmë me concealer, nuk është nevoja që të përdorim në të gjithë fytyrën një foundation me mbulim shumë të madh. Që të mos duket sikur kam vetëm 2-3 këndësha të bardhë në fytyrë, por hapa gjithashtu pak concealer edhe tek pjesa e hundës dhe tek pjesa e mjekrës këtu poshtë. Hapi i tretë i imi është rimeli. Unë i kam shumë të verë çerpikët dhe pa rimel duket sikur nuk kam fare. Mendoj që rimeli është i rëndësishëm për të definuar pak syt. Si që shikoni, tani pamja duket më e plotësuar me çerpik dhe syt duken më të definuar. Hapi i katërt janë vetulla. Do shikojmë se sa ndryshim bën mbushja e një vetulle në lukun tonë. Siç mund ta shikoni, kanë shumë ndryshim dy syt me njëri tjetrin dhe pjesa këtej është shumë e plotësuar se pjesa këtej. Por natyrisht që ky hap nuk është për të gjithë, pasi ka plot njerëz që i kanë vetullat e mbushura vetë dhe nuk është nevoja që t'i mbushin. Gjithashtu doja të qartësoja që sipas mendimit tim, vetullat në plazh ose në pushime duhet të jenë shumë natyrale dhe jo një blok katror, siç kam parë shumë njerëz. Por çdo njeri ka preferencat e tij, unë thjesht po jap mendimin tim. Dhe hapi i 5 është shkëlqyesi i buzëve. Jo buzëkuq të kuq, jo puskuqe me ngjyra, sipas mendimit tim. Sipas mendimit tim, në periudhën e mëngjesit duhet diçka që të mbrojë buzët, jo ngjyra ose puskuqe mat që i dëmtojnë ato. Unë përdor kremin e buzëve të Lush, Whipstick. Shumë prej nesh harrojnë që edhe buzët kanë nevojë për hidratim, sidomos kur janë në diell, prandaj qahen edhe dëmtohen. Një hap ekstra është edhe highlighteri krem. Unë gjithmonë përdor kremra për pjesën e paraditës, pasi ngjisin më mirë dhe nuk është nevoja. Highlighteri është një hap ekstra nëse nuk keni bërë vetullat ose nuk keni nevojë për korrektorin poshtë syve, për pjesën e kockës së faqeve, për majën e hundës, si për buzës, kush nuk do që të shkëlqejë në diell. Këto ishin 5 hapa plus një që unë përdor gjatë ditëve të verës, në plazh, në piscina ose kudo që ka shumë diell dhe dua të më arreze, por gjithashtu edhe nëse dilni gjatë ditës. Një detaj i vogël që harrova të them, është mirë që rimelin ta merrni waterproof, pra rezistent ndaj ujit. Dhe pse mua nuk më pëlqen shumë si formulë, pasi ngjit shumë çerpikët me njëra tjetrën, është zgjidhja më e mirë nëse keni vendosur që të futeni në det, ose merrni një rimel që jeni e sigurt që nuk do ju rrëshkasi. Gjithashtu lapsi i vetullave që përdora është waterproof, është rezistent ndaj ujit. Nëse nuk keni një laps rezistent ndaj ujit, atëherë mos e provoni fare,
sepse është të mëshme, më besoni e kam provuar. Shpresoj që t'ju ketë ndihmuar sado pak dhe t'ju ketë pëlqyer. Nëse doni të ndiqni më shumë video nga unë, atëherë siç e dini, subscribe. Shihemi në videot e tjera, mirupafshim.